kjo është dashtë mes me u bo që me ndodhë për shembull në kamp, me pi, në je shku ti në hotel, ku je shku ku vendos ekipi mos me pi, o krejnë rregull, mos me pi zyrtarët, aty o krejnë rregull, po ti s'di qysh mund e menaxhon kur ti e ke marrë ndarkë një kryetarët e një federate botërore ose evropiane, e ul me ta dhe ki thonë hajde të bisedojmë, po hajmë darkë pune, edhe e lyp 1 litër verë. Eto të pëdu më pi verë. Shmja bo që thojnë. Jo, ti tash nuk mundi thua ti, më falë zotni, po ministria jonë na ka thonë, qëre, që to, krejtën rregull, ose mu qute, më shku mi thonë kamarjerë, qëre, këma bre qitë verë pej këtu, i ta dinë se të na, se nuk është etike, se s'më ja përcakton, ose, për halo ma keq, në qopë e mërë edhe biftek aty, edhe e shkruat aty biftek. Edhe kur djenë ka, për shembull, pensojmë, thotë ky që biftek i 50 euro, bre, se të s'ja cakton çmimin sa ka ai.